Fillojmë më gjerësisht. Biznesmeni Ergjys Agasi ndodhet në GKO për të njohur me vlerësimin e masës sigurisë, një seancë e cila ishte parashikuar të niste më herët gjatë mëngjesit të sotëm, por u shty për të nisur në orën 12. Ç'më ndodh në seancën që më bëhet në GKO? Përshëndetje Sokol. Një ore ka rinisur pra seanca në gjykatën e posaçme sa i përket vlerësimit të masës së sigurisë arrest në burg pra të dhënë për biznesmenin në dhjetor të vitit të 2025, teksa vijon të ketë akoma zhvillim të seancës dhe pritet pra që në minutat apo orët në vijim të ketë edhe përfundimin e saj. Ju thatë shumë mirë, ishte parashikuar që seanca të niste rreth orës 9:30 të mëngjesit të sotëm, megjithatë ka qenë avokati Max Argjia i cili ka kërkuar kohë për të lexuar aktet e dosjes në ngarkim pra të klientit të tij Ergjys Agasi. Gjykata e ka lejuar për rreth 2 orë 20 minuta pak a shumë për të lexuar aktet e dosjes në një prej ambienteve të gjykatës së posaçme, teksa tashmë me rinisjen e saj patjetër që prokuroria do t'jap argumentet mbështetëse për masën e sigurisë së dhënë që në dhjetor arrest në burg dhe që pretendon që ta mbajë sërish pra edhe pas arrestimit Ergjys Agasin, teksa mbrojtja por edhe vet Agasi pritet të kërkojë masë më të butë, duke patur parasysh se në një farë mënyre e kanë përjashtuar pra veten nga të gjitha akuzat, duke pretenduar se nuk kanë patur asnjë ndikim tek financat publike, sidomos tek tenderat e akshit për të cilat ai akuzohet. Gjithsesi, SPAK, pra prokuroria e posaçme, akuzon për disa vepra penale Ergjys Agasin, përfshirë këtu nga grupi strukturuar kriminal, ndërhyrjet në tendera, pengmarrje të disa prej biznesmenëve të tjerë në lidhje me ushtrimin e presionit për të mos marrë pjesë pra në tendrat e akshit, e më gjerë përfshirë së fundmi edhe të akuzës së korrupsionit. Sigurisht argumentet e SPAK-ut do të kenë, besoj, kundër argumente edhe nga ana mbrojtjes së Ergjys Agasit dhe të avokatit të tij, pritet me interes për të parë se çfarë do të deklarojnë ata në seancën e ditës së sotme dhe patjetër vendimi final i gjykatës, i cili do të ketë një vendim lënien në fuqi pra të masës së dhjetorit apo do të ketë një ndryshim të masës për shkak të zhvillimeve që mund të jenë kryer përgjatë muajve të fundit dhe sidomos të ditëve të fundit pra pas arrestimit të tij. Pra pritet të zgjasë rivlerësimi i masës sigurisë, duke u nisur nga fakti që avokati Max Argjia kërkoi edhe kohë për të njohur me dosjen? Nuk dim ta themi me saktësi, patjetër që kemi të bëjmë vetëm me një individ pra që po mësohet me masën e sigurisë, të gjitha veprimet procedurale të fillimit të seancës patjetër që janë më të shkurtra, por kjo është në varësi patjetër të gjitha materialeve voluminoze, nëse prokuroria do të vendosë pra të lexojë të gjitha gjatë masës së sigurisë apo do të mjaftohet me një përmbledhje më të shkurtë të materialeve. Pastaj patjetër që fjala do të merret edhe tek mbrojtja dhe tek në këtë rast Ergjys Agasi i arrestuar dhe sigurisht për të parë se sa mund të shkojë. Pra është e vështirë për të dhënë një kohë, për të përcaktuar një kohë se sa mund zgjasë seanca ditës së sotme, mund thuhet që tashmë 60 minuta kanë kaluar, por pak a shumë një parashikim i thjeshtë, ndoshta deri rreth orës 15 mund të zgjasë, por gjithsesi ky është më tepër një supozim se sa bazuar mbi faktet çfarë po ndodh aktualisht në gjykatë. Faleminderit Sokol për gjitha këto informacione, do të jemi gjatë edicioneve të tjera informative. Ishim në raportimin e kolegut Sokol Dema.